Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluhu, I cili na begatoi me shumë të mira dhe ndër të mirat e mdhoja dhe ndoshta edhe më të mdhojat prej tyre ishte edhe muaji që ne e përcollëm, muajin Ramazan, ku fillimisht e lutim Zotin ton Gjelle Gjelaluhu që Allahu Gjelle Wala çdo sakrificë tonë Allahu ta ketë bëu kabul, e çdo gjuna edhe çdo rrëshqitje Zoti jon te bareke ve teala na e trajton me tolerancë. Allahumma amin. Të nderuar xhamatli, kjo është xumaja e parë pas muajit të Ramazanit, pra xumaja e parë e muajit Shawwal. Kaluam 30 ditë të plota në agjerim, në namaz, në përmendje të Zotit dhe në një atmosferë e cila nuk kthehet asnjëherë poshtë nëse e arrim Ramazanin tjetër. Andaj duhet I kushtojmë vëmendje mësimeve dhe mesazheve të Zotit te bareke ve teala, çka pas Ramazanit, çka nxorëm prej Ramazaneve. Neve garuam, vrapuam në një mejdan shumë gjatë. Ajo është I gjatë për ata I cili e percepton si gjatë, e dikush e percepton si shkurt. Ai I cili nëpërmjet Ramazanit e ka pa dyert e hapura të xhenetit, ai I doket maraton I madh. Ai I cili e ka pa vetëm lënje të ushqimit dhe pijes, ai nuk e njeh këtë maraton dhe nuk e njeh këtë mejdan. Andaj çka pas Ramazanit? Duhet I parashtrojmë një grumbull të pyetjeve, sicili prej neve a fitum, a humbëm. A ka mundësi të jetë dikush me mend që të përgatitet me përgatitje të mëdha për të marrë pjesë në një garë prej garave botërore, e pastaj pak para se me arrit vendin e parë apo vendin e dytë, të dorëzohet dhe vullnetarisht thot unë nuk e dush problemin? Nuk ekziston kjo në botë. Ai I cili stërvitet, ushtron dhe merr pjesë në gara, ai qëllimin e ka të shpërblimi. Vrapimi është mjet për qëllimin, e sakrificat tona janë mjet për të qëllimi. E si ka mu dërzuna para qëllimit, kur ne ende se kemi morë shpërblimin. Ne e kemi kalu Ramazanin, po shpërblimin se kemi prek. Andaj deri se ta kapmi shpërblimin, ne nuk duhet mu dërzua. Kjo është mësimi I parë që nxjerrim nga Ramazani. Ne vrapuam, po nuk duhet mu nal, se s'kena hinë xhenet ala. Dikush nuk e percepton kështu, po kështu duhet ta percepton. Na kena agjëru, po s'u shkryje. A kemi hinë xhenet? Jo. Kemi kështu bi xhenemit? Nuk e dim. Ne ende vazhdojmë u lut, ende vazhdojmë me fal namaz, ende vazhdojmë me agjëru nafile, ende vazhdojmë me përmend Allahun Gjelle Gjelalu, sepse s'kemi hi ala në xhenet. Ala ende je në botën e belave, ende je në botën e sprovave. Kjo është mësimi I parë e që ndoshta ndër më kryesorit, se gara s'ka përfundue. Allahu s'ka vdek, hasha. Ka përfunduar Ramazani, I cili është llogaritje e muajve, ndërsa ai I cili ka kriju këto muaj, ai është gjallë, I përjetshëm, ai nuk vdeskur, që ishta Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu anhu. Dhe mësim tjetër të nderuar xhamatli që duhet ta nxjerrim nga ky Ramazan, e që duhet të jetë në mendjet tona, shikoni do ta marrim vetëm një krahasim që kanë bërë dietarët e muslimanëve. Neve ditën e fundit të Ramazanit e pastëm ditën e mërkurë, e etja dje ke Bajram. Shumë prej njerëzve nuk ndalen me mendue sa argumentet Allah I ka vendosur në kosmos. Çka ka dallim mes ditës të ejte dhe të mërkurë me logjik? Kur gjos ka dallim? E mërkurë e ejte, një diell, një han, një parsahat, njëtit njerëzit, njëtit vend, njëtat rrethana. Ama sheriati I dallon, feja I dalloj. Të mërkurën në ora 7 e në ora 6, kush ka hangër e ka pas haram dhe I ka pas gjuna Allahu Gjelle Gjelalu. Apo të mërkurën, dita e fundit, e maherët, pise ka nisë Ramazani, me hangër ditën, a gjuna I madhë, deri sa mund me dalë bifejës Allahu Gjelle Gjelalu. Mirë, e mërkurja, haram me hangër, e ejtja, haram mës me hangër, e ejtja, ditë Bajrami, haram është mës me hangër, shlejot ma gjëru dita Bajramit, haram, jam pajtule madhë, dita e Bajramit nuk lejot ma gjëruhe. Kush e bani dallimin mes të mërkurës dhe ejtës? Me logjik, s'kan dallim. Çish e dallon ti të ejtën edhe të mërkurën? Pse atë ditë s'bajke me hangër, e nesit obligim mu hangër? Pse? Sepse ai I cili ditëve ju jep me ana, ju jep domethënie, është Zoti Gjelle Gjelalu. Çka ka dallim mes djeshit edhe sotshit? Pse sot e xhumo? Çka ka dal dillin në formë tjetër? Ke linti në formë tjetër? Je çu në formë tjetër? Jo. Andaj piksajnë në gjena një mësim të madhë. Jetës, lëvizjeve,
Ato janë të njëjta. Kush ju jep kuptim? Ju jep feja. Ju jep feja Allahu xhele xhelalu. A në shumë për njerëzve mundohen me logjik mi kap senat, po s'mundën me i kap. Pse? Sepse feja ju jep kuptim atyre. Me zinajës edhe martesës, a i dini çka dallon? Një fjalë dallon. Një fjalë vetëm. Cila është ajo fjala? Ajo fjala e prindit dhe kujdestarit i cili ta ban halal vajzën e vet, thot e ki gruaje, unë jam dakord. Çka kaç? Çka ka më shumë? Ti kur martohesh, çka ke bë? I kem lënë njerëzit, kujdestari i vajzës ka thonë jam razi me mor çikën time për gruaje. Çi kjo e bani halal me prek. Pa çet fjalë, s'është halal me prek. A e kuptoni? Duhet ta kuptojmë se domethënjet e jetës merren prej Zotit. Kuptimet e jetës merren prej Zotit. E krahasoje ti tash të mërkurën me tetën. Një ditë e ke pas haram me hangër, nesit të ka bo obligim me hangër. Kjo është shumë për të meditue, sepse domethënjet i jep feja Allahu te bareke ve teala dhe jo logjika e njerëzve. Logjika është vetëm me menue. Logjika janë si syzat, ti veç menon me to. Ti veç e sheh botën me to. Ti nuk e krijon botën. Sytë e tu nuk e krijojnë botën, ti veç e sheh. Një barsiza që ta nxjerrin nxez, ti thua po më del pak më e zez, pak më tërë. Ato dikush thot heki syzat, qyro është e bardhë. E Allahu xhallahu ala thot vënoni syzat e shariatit. Vënoni syzat e shariatit nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo e ata çka se kanë syzat e shariatit e hejtë e mërkurë xhuma për të pitë nisoja. Apo pse është këtë nisoj? Sepse si kanë syzat e shariatit. O shumë e rëndësishme ta kuptojnë këtë meselë. Dhe meselja e fundit të nderuar xhamati që e nxjerrim nga mësimet e Ramazanit, cila është? Shumë prej njerëzve mendojnë se Allahu në Ramazan neve na shtin test fizikut. Apo e le bukën deri pin sefir deri niftar. Pra, sikur e kupton ai se Allahu po don kthimi me ja testu muskulat. Jo. A di çka teston Allahu në Ramazan? Kanë thënë dietarët, Allahu e vendos në test në Ramazan robin dëshirën e tij. Allahu s'ka thënë, "Ai tash në natë jam më i fort pi juve." Çulli s'mund të hangër buk. Jo, pse edhe fëmia 6 vjeçare argjeron. Apo, jo. Andaj Allahu xhallahu ala udhtarin e liroi prej agjërimit. Udhtarin. Ai ke çaj njëri i fort pse liroi? Sepse Allahu nuk e teston në Ramazan muskullën tonë. As lukthin tan, çka teston Zoti? Çka do të shtypi neve? Dëshirën. Çish ta kuptoj la këta? Ja. Allahu xhallahu ala në një muaj na kallzoi neve se ti dhe unë mbujna me bë më shumë se sa neve na thot shejtani. Shiko tash, na nuk jena më Ramazan. Shumë njëri thot, tash, a 5 vakta, me thonë ti e tash, agjero të hanë tejte. Jo të në mujnë, të hanë tejte. Shumë ranë. E pse shumë ranë? Apo, njani mi thonë tash, leje ketë, haram veç më s'hapë. Që që përmenëm në khutbën e Bajramit. S'po dojna me bo kur gjoti, veç haram më s'hapë. Shumë ranë, thot. E pse shumë ranë? E Allah thot, rejnë kjo. Argument, këtheu Ramazan, shka pa ishe ti? Ti s'hajshe halal. Andaj Allahu në Ramazan të dëruar xhamati nuk na testoj neve lukthin, na testoj dëshirën. Cila është testi i dëshirës? Munësh, s'po do. Që mujte. Deri të mërkurën, njerëzit edhe agjerojshin, edhe u falshin, edhe taravia falshin. Tash prej se vina në Bajram, çka thot? Shumë ran. Shumë ran. E çish ka mundsi shumë ran? Ti çaj njeri je, çato ditë janë, çato sahat. E Allahu në Ramazan e shtinin laborator dëshirën tane. Çka tha? Pra me një fjalë, çka tha? Munësh s'po do. A për s'po do ka llogari. Mi thon ti e vladit tan, çupan e çat punë, thot s'po du. Edhe me thon s'po muj, a ka dallim? Nëse ti e vërteton se ai mundet e s'po do, a e trajton ndryshe sikur një evlat tjetër i cili thot du, po s'po muj, a ka dallim? Njëri thot, "O po du, po s'po di, s'po muj." Kjo tjetër kategori, edhe njëri thot, "S'po du." E çish s'po du? Ku ke pati s'po du, mi thënë Allahu xhelala, s'po du unë s'po du më fal. Ti mundesh më fal. Mirë, çka e pengon ai i cili rri dhe zbavitet njëtën e vet mos më fal? Çka e pengon? Kur thirr hayya ala sala, ai lun letra atje. Çka e pengon? E a mendon ti që letra jote është argument para Zotit? Çajtoria argument para Zotit? Televizori argument para Allahut? Pse s'u fale? Çka ka shtekshirun në shket lojën? Shiko, Allahu një muj ditë na shtinin test. E vesh na e kallzoi në realitet. Tha ju muni, a mos doni. Para ata që zvazhdon me vepra të mira. Andaj kuptoj këtu Ramazanin.
Shuftoj kështu Ramazanit. Allahu na tha, ju nëse doni mu bë njerëzit mirë, mundësia ka. Këthanu në Ramazan e mirë një vesh. Shloje ti me ta qitë në televizor, vetën, inqizim. Qish e konë Ramazan 30 dit, edhe qish je 11 tjera, thu që të dy njerëzi, ti. A janë një, dy janë. Ki me thonë dy janë që të, pse? O munu në Ramazan njëri me agjërua, me falë të ravia, mes me bo gjuna e po. 11 mujtë tjerë, së në leni sen shumë më të vogër se ajo shka e ka lanë Ramazan. E qka kjo, kësa i kanë thonë djetarët, test i dëshirës. Të ka testu në dëshirë. Shiko, Allahu zemët ti do. Aj, kur ta vërtetoje që ti smunësh, toleran Allahu gjeni gjelalu. Ama kur ta vërtetoje, si kur që kërë Ramazan, se ne nuk dojna, e Allahu është i rrept me ata të se të thojnë nas dojna. Nuk dojna me nguna tyje. E nuk dojna me falë. Na kiti kena, po s'dojna. Unë e parët i kam, po s'qap sadaka. Unë parët i kam, po s'qap zeqat. Unë e muj me shku në haq, po s'shkoj. A për këta ko tjetër trajtim. Edhe për ata i cili s'munët ka të trajtim. Ky ishte shumë pak për mësimet Ramazanit. Ne kemi përmejnë shumë për mësime, ndërsa mësimet Ramazanit janë të pashterura të ndëruar xhamati, për shkak se është muaji i Kur'anit. Elusmi Allahun, Allahu ta ketë bo kabul.